Bashkia e Shkodër ka reaguar në disa përmbajtje të shpërndarë në rrjetet sociale duke i cilësuar si dezinformime politike dhe dashakese që nuk i shërben imazhit të sezonit turistik në Velipoj. Nënkryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka u shpreh se ky sezon turistik pritet më i suksesshëm se ai një vit e parë. Ai u bëri thirrje figura publike që të shmangin dezinformimet politike, dashakese dhe të mos përdorin Velipojin për qëllime politike. Pritshmëritë për sezonin e ri veror janë shumë të mëdha faktikisht. Ka një kërkesë shtuar për akomodim në plazhin e Velipojës. Kjo nisur edhe nga puna e mirë që bë sezonin e kaluar. Faktikisht edhe për këtë sezon, bashkia ka 2 javë që ka ndërmarrë një aksion për pastrimin dhe mirëmbajtjen e gjithë infrastrukturës që shërben për turizmin. Kjo në vijim të aksioneve të mëdha që janë bërë për pastrimin e sipërfaqes rënore, në bashkëpunim edhe me bizneset. Kena verifikuar dhe gjithë infrastruktura e domosdoshme për fillimin e sezonit është funksionale. I bëj thirrje bizneseve, por edhe atyre njerëzve që duhen të hedhin balt mbi plazhin e Velipojës, që të jenë të fokusuar promovimin e Velipojës, se kjo i bën mirë qytetit dhe jo të merren me pika hotspote që krijohen çdo ditë dhe pastrohen çdo ditë, si të fitojnë kredo ndoshta politike dhe i bëjnë dëm turizmit dhe pasqyrojnë jo realitetin, por pasqyrojnë një deformim që nuk i shkon as atyre dhe as sezonit. Me fillimin e javës do ndërmarrim edhe nisma për nënshkimin e çdo subjektit që do hedhin motorinat në pikat që nuk janë të destinuar për këtë lloj mjetësh. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i ndërmarrjes së menaxhimit të objekteve shtetërore, Joseph Kulla, deklaroi se të gjitha tualetet publike janë funksionale dhe se puna për përgatitjen e zonës ka nisur prej kohësh. Siç e shikoni, prej 2 javësh ka nisur punimet për mirëmbajtje dhe funksionime e tualetet të plazhit Velipojës. Ndërhyrja është bërë te pjesa e lyrjes, te pjesa e ndriçimit, te pjesa e zëvendësimit të dyrëve dhe te pjesa e mirëmbajtjeve të tjera tek janë hidrolike, elektrike, zëvendësimi i pompave e të gjitha aksesorët e nevojshme për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tualetet të plazhit Velipojës. Kam edhe një thirrje që kena konstatuar gjatë punimeve në lidhje me vjedhjen e dyrëve dhe të pompave dhe pjesës hidrolikeve. Kjo nuk është një diçka e mirë për funksionimin e tualeteve të plazhit Velipojës dhe për imazhin e plazhit Velipojës. Ndërkohë, të 4 tualetet publike të plazhit Velipojës janë në funksion të plotë dhe njëkohësisht do mirëmarrin gjatë gjithë periudhës së plazhit për funksionimin sa më të mirë për pushuesit e plazhit Velipojës. Që në fillim të muajit prill, Bashkia e Shkodër ka nisur përgatitjet për sezonin turistik duke ndërmarrë pastrimin e mbetjeve në zonën rënore dhe të gjitha rrugët e plazhit. Paralelisht është hartuar një plan i detyruar ndërhyrjesh me fokus të veçantë në mbetjet inerte, të cilat sipas bashkisë janë hedhur pa kriter nga disa biznese ndaj të cilëve prit të aplikohen penalitete.